E dua Tiranën. Më dhimbse Tirana. E shoh që mbytet në peshën e betonit me njerëz që luftojnë betejën e përditshme për të ndërtuar një jetë me dinjitet, por që shpesh dështojnë. Dhe pa aq shpesh dështojnë jo për fajt të tyre. Dhe keqardhja buron nga dia që ky qytet ka kaq shumë mundësi, ka kaq shumë hapësirë për të zhvilluar, për të qenë qyteti ku njerëzit jetojnë më mirë. Por nuk ndodh, sepse siç themi gjithmonë, nuk jemi të varfër. Jemi të vjedhur. Na kanë vjedhur Tiranën. Na kanë vjedhur Shqipërinë. E çfarë ke bërë ti për të? Apo thjesht ke konstatuar? Ke folur, ke shkruar të kaq. A mjaftoi? Jo, në fakt nuk mjaftoi. Unë fola dhe shkruajta, denoncova dhe demaskova, por nuk mjaftoi. Po natyrisht nuk mjaftoi. Vërtet mendon se ata do të trembeshin nga denoncimet e tua në Facebook dhe do të thonin, hajde mos ta bëjmë këtë aferën. Hajde t'i lëmë këto milionat e eurove pa marrë, sepse na pas ka denoncuar në Facebook. Naiv. Vërtet mendon se mund t'i ndalësh ashtu? Harroje. Shikoj njerëzit, shiko sa po ikin. Po mbarohet Shqipëria. Nësa ti thjesht bën statuse në Facebook, apo flet në televizione. Dhe kaq. Mendon se ndryshon nga Facebooku? Harroje. Me fjalë, shkrime, hartime, nuk ndryshon gjë. Është thjesht masturbim intelektual ku finalizimi i aktit është numri lajkeve. As me protesta nuk ndryshon dot gjë. Dhe ti e di se e ke parë. As me iniciativa ligjore apo aksione popullore nuk ndryshon dot gjë. Ata as duan t'ja dinë. E pe vetë me hapjen e listave që bën sikur i hapën. Nga jashtë nuk harrin dot gjë. Ti e di çfarë duhet t'i bëndi. Futu aty në parlament dhe lufto e bëj realitet. Ato 5-6 ide që ke për ekonominë, mos i lërë të fermentojnë në postime Facebooku, apo kronika televizive, po futu aty vetë dhe luftoj që t'i kthesh në realitet. Po njerëzit janë skeptik me këta të rinj në politikë. Nuk kanë besim se janë ndjekur më parë. Bini me persistencë. Njerëzit e duan të rënë, thjesht nuk duan mashtrues, as aventurier, që vinë një herë dhe ikin. Duan të shohin dikë që e ka seriozisht, që qëndron edhe pasi rrezohet. Dhe aty do të besojnë sepse njerëzit duan të besojnë. Njerëzit e duan ndryshimin. Po prap janë këto partitë e mëdha që s'të lënë. Ja, fillohet prap me drama kronikarësh Facebooku që përpiqen të gjejnë çdo arsye për të mbitur veten që po bëjnë mirë që po merren me Facebook, sepse këtu s'bëhet. Del nga Facebooku. Ik lufto. Ik tregoj njerëzve idetë që ke. Ata ndoshta s'të vlerësojnë ty sepse s'të njohin, por idetë do t'i vlerësojnë. Bëu bashkë me të gjithë ata që duan të ndryshojë ky vend. Sepse janë qindra mira. Dil, sepse nëse nuk del ky vend s'ka se si të ndryshojë. O dil nga shtëpia, o dil nga Shqipëria. Zgjidh e merr. Okej, e qartë. Në zgjedhjet e 25 prillit do të kandidoj në qarkun e Tiranës në siglën e nismës thurje. Unë jam ekonomist në profesion. Ashtu si ti je mjek, ti tjetri je inxhinier, ti je mësues, ti je jurist, edhe unë punën time e kam bazuar te profesionalizmi. Parimi është i njëjtë për të gjithë ne. Sa më profesionisti jemi, aq më shumë të ardhura do të marrim. Dhe sa më shumë të ardhura të marrim, aq më mirë do të jetë jeta jonë. Është e njëjtë për të gjithë. Por në Shqipërinë politike sot, raca jonë e profesionistëve është e përjashtuar. Unë dua të jem i pari që të hap derën për profesionistët në vendimarrje. I pari që do të çaj borën për të gjithë ata që do duan të vinë më pas. Që Shqipëria mos jetë më në dorë të paaftëve, por të jenë profesionistët ata që marrin vendimet. E di, shumica prej jush mendojnë si unë, prandaj dhe kam besim. Kam besim të qytetarët e Tiranës, të Kamzës, të Vorës, të Kavajës, të Rogozhinës, se dhe ata e duan këtë ndryshim si unë. Prandaj kërkoj votën tuaj, që parlamenti të mbushet me profesionistë dhe të jenë të aftët ata që do të marrin vendimet. Prandaj, të gjithë ata që duan që unë të shkoj në parlament, le të votojnë nismën thurje. Shihemi.